Rikthen alarmet për bomba në shkolla. Sot në orët e paraditës, nxënës të shkollave fillore dhe të mesme në Tetov sërish janë përballur me ankthin e alarmeve për bomba, por edhe me humbje të orëve të mësimit. Pamjet që po i shihni janë nga shkolla fillore Liria në Tetov, ku nxënësit dhe mësimdhënësit kanë respektuar protokolin e sigurisë në këtë situatë, duke dalë në oboret e shkollave, derisa organet kompetente të kryen kontrollet e nevojshme. Kohë më parë, policia kishte njoftuar kapjen e autorit të alarmeve të rreme për bomba nëpër shkolla. Bëhej fjalë për një nxënës nga Pallatica e Tetovës. Por gjatë ditës së sotme, pavarësisht zbardhjes së rasteve të bombave, sërish po përsëritet avazi i vjetër, i cili ndikon drejt për së drejti në mbarvajtjen e procesit edukativo-arsimor dhe ende nuk ka një metodologji se si do të kompensohen orët e humbura mësimore.